إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah në falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt liksive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të pryer për të keqen. Atë që Allah i lartësuar uzon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çojë në humbje. Ndërsa atë që lën në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta uzon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit të paortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: "O ju që keni besuar, vazhdoni të bindeni Allahut me devotshmëri, duke i respektuar urdhat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij, dhe mos t'ia lejoni vetvetes me vdek ndryshe përveç se duke qenë musliman të nështruar dhe të bindur ndaj Tij." Vllazë ndoshta Allahu i lartësuar i njeh më së miri ti krijesat e Tij. Nga sa Ai është më i dituri dhe është Ai që i ka krijuar. E kur Allahu i lartësuar e përshkruan pejgamberin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e shohim që e përshkruan me sifatet, me virtytet më të larta. Dhe kur Allahu i lartësuar i përzgjedh këto virtyte, ti përjetësoj në fjalën e Tij në Kur'an, tregojnë për rëndësinë të cilën duhet t'ia kushtojmë atyre virtyteve të larta dhe t'i marrim për shembulltyr dhe të stolisemi edhe ne me to. Thot Allah i lartësuar në surën Tauba në fund të kësaj sure, thot: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim." Ju ka ardhur juve një i dërguar nga mesi juaj. Pra, prej mesit juaj, prej xhirit juaj, e njihni. Nuk është i panjohur për juve. Ku i drejtohet Allah i lartësuar kështu? I drejtohet arabëve, të cilët e njihnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për 40 vite para se t'i shpallej pejgamberia. Ja njihnin familjen, prejardhjen, xhenezën, babën, gjyshin e stërgjyshin. E njihnin shumë mirë, madje ja kishin dhënë nofkën i besueshmi, el-amin. Ja kishin dhënë nofkën i besueshmi në bazë të sjelljes që përfituan prej Tij. Ja besonin gjërat më të shtrejta, gjitha amanetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë dërguar, Allah i lartësuar pja u kujton këtë begati muslimanëve, pja u përkujton njerëzve një herë në atë kohë, arabëve që ishin në atë kohë jo besimtar, dhe pastaj i na përkujton neve se cilat janë ato virtyte të larta me të cilat është stolis dhe është veçuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në mesin e shumë virtyteve, Allahu i përmend këto dy virtyte. Cilat janë ato? Thot Allahu: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum", ju ka ardhur një i dërguar nga mesi juaj. Azizun alayhi ma anittum, i vjen rënd nga ajo çfarë ju godet. I vjen rënd dhe e mundon, e ngushton nga ajo çfarë ju jeni duke kalu, nga ajo çfarë ju jeni ka përjetoni. Përkënd i thot muslimanëve të asaj kohe që i dërguari juaj nuk është indiferent kur ju sprovohi, kur ju dëmtohi apo lëndohi. I vjen rënd, e mundon një gjë e tillë. Ngushtohet kur ju sheh që jeni ka hekni, që jeni ka e përzojnë pi shtëpive të juaja, ku jeni ka e përzojnë nga vendlindja juaj në hijretin e parë dhe të dytë të cilën e bën muslimanët në Mekë në atë kohë. Harisun aleikum. Harisun aleikum. A dini çfarë vjen? Është i vëmendshëm, është vigjilent. Jo dëshiron të mirën me mishë me shpirt. Aq është shumë i kujdesshëm sa që kujdeset që ju të udhëzohi. E ju të cilët jeni të udhëzuar, kujdeset që ju mos devijoni, po të qëndroni të paepër, qëndroni të palëkundshëm në rrugën e drejtë. Bil mu'minina raufun rahim. Ndaj besimtarëve, ky i dërguar është i dhëmshëm,
është i butë, është i mëshirshëm. Këto janë disa prej cilësive, prej virtyteve të cilat Allahu i lartësuar në këtë ajet na i tregon neve që ishte i stulisur pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Këtë pejgamber të cilin ne e pasojmë, këtë pejgamber të cilin ne e dojmë. Dhe dashuria që ta fitojmë dashurinë e Allahut të lartësuar është e kurzuar që ta pasojmë dhe ta dojmë pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Por ky pejgamber me mishë me shpirt, edhe me të çmorën e tij, për jetën e tij, për pasurisë e tij, për trupit e tij, me shokët e tij, që të na mri ky islam tek ne pasaj viteve. Kjo butësi, kjo dëmshuri, kjo mëshirë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam manifestohet në shumë raste. Ndër këto raste është hadithin e të cilën e transmeton Ibn Hibani prej Aishës radhiyallahu anha, nënës e besimtarëve, Allahu qoftë i kënaqur me të, e cila tregon. Thot, kur pash një farë butësie të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një disponim të mirë të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, i thash: "O Rasulullah, lutë Allahun për mua. Ud'ullaha li, lutë Allahun për mua." Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ato momente bëri dua për mua. Kush po tregon? Aisha, personi më i dashur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, personi më i afërt i tij. Po thot, i thash: "O i dërguari i Allahut, lutë Allahun për mua." Dëgjoni se çfarë lutje e bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Aisha. Thot: "Allahumma ighfir li Aisha ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat." O Allah, falja gjunahet Aishës, ato që i ka bo dhe ato që do t'i bëj më pas, ato që i ka bo fshehtas apo ato që i ka bo haptas. Dhe Aisha radhiyallahu anha, qika e Abu Bekrit, e të sinqertit, e sinqerta abia e të sinqertit, nëna besimtarve, Allahu qoftë i kënaqur me të, me të dëgjuar këtë lutje, i bësir shtyrja. Dhe ka të drejtë ti bësir shtyrja. Ka të drejtë të gëzohet dhe lumturohet me këtë lutje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E si të mos gëzohet kur lutjet e pejgamberit janë të pranuara, dyert e qiellit i ka të hapura, i dëgjon Allahu i lartësuar. Dhe me lajket ja përcjellin, shpejtojnë që t'ja përcjellin Allahut të lartësuar. Ky pejgamber, më i dashur i Allahut, po lutet për personin më të dashur të tij. Qysh u lut? O Allah, falja gjunahet Aishës, ato që i ka bo dhe ato që do t'i bëj, ato që i ka bo haptasi apo ato që i bën fshehtasi. Dhe e bukra nuk qëndron këtu te ky hadith. E bukra është në vazhdimin e këtij hadithi. A dini si vazhdon hadithi? Po pyet Aisha, po pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aisha: "O Aisha, e yesurruki duai?" A të boni të lumtur lutja eme për ty? A gëzohet që bona dua tek Allahu i lartësuar për ty? I thot Aisha: "E qysh mos më gëzoj kjo dua që e bën ti për mua, që të më falen gjunahe." E falja gjunaheve nuk kupton shpëtim nga zjarri i xhenemit, e hyrjen në xhenet. Qysh mos gëzona për këtë lutje madhështore? Thot Aisha: "Kjo është lutja ime që e bëj për umetin tim në çdo namaz. Kjo është lutja ime që e bëj për umetin tim, për mua, për ty, në çdo namaz." Sallallahu alaihi wasallam. Harisun aleikum, azizun alaihi bima anittum. I vjen rënd ajo që ju e pesoni. I vjen rënd, ngushtohet nga ajo çfarë ju godet. Prandaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam këtë lutje në çdo namaz e ka bëu për umetin e tij. Cila ishte lutja? O Allah, llogarit të tarvesh emrin e Aishës mi zaventu me umet. O Allah, fale umetin tim. Falje u gjunahet, ato që i kanë bëu dhe ato që do t'i bëjnë, ato që i shplojnë dhe ato që i bëjnë fshehtas. Kjo është lutja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për mua dhe për ty në çdo namaz. Edhe mëshiria pejgamberit ton nuk është vetëm këtu. Tregohet në një hadith tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e transmetojnë ashabë sunen, thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditëve e lexoi ajetin ku Allah i lartësuar përmend lutjen e Ibrahimit alayhis salam: "Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Është lutur me lutjen të cilën Ibrahimi alayhis salam e ka bë për popullin e tij. Dhe është lutur në namaz. Thot: "O Zoti im, me të vërtetë idhujt i kanë devijuar njerëzit, shumicën e njerëzve. Faman tabi'ani fa innahu minni." E kush më pason mua, kush është besimtar, është prej meje. "Wa man asani", e kush ma kthen shpinën dhe kush manget prej udhëzimit tim, fa innaka ghafurur rahim. Ti je me të vërtetë falësi më i madh, je mëshirbërësi më i plot. Është
është lutur me lutjen e Ibrahimit alayhis salam. Po ashtu me një transmetim tjetër, është lutur për umetin e tij me lutjen e Isës alayhis salam, që është lutur për popullin e vet të cilën Allahu i lartësuar tregon: In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nëse ti i dënon robërit e ata janë robërit e tu. Isa alayhis salam është lutur kësaj, dhe Allahu i lartësuar ka përmend lutjen e tij në Kur'an. Nëse ti i dënon këtë popull, dije që ata janë robërit e tu Allah. E nëse ti i fal, falja jote vjen nga se ti je aziz, je i gjithfuqishëm, je hakim, je i gjithë urti. Ti mundesh edhe mi dënu, nga se ti je i fortë, ti je i fuqishëm. Edhe nëse i dënon me të drejtë, nga se ti je el hakim, i urti me i plot. Gjykimi yt është absolut. Çdo gjë e vendos në vendin e vet, në formën e duhur, në mënyrën e duhur. Gjykimi yt është i drejtë. Po Isa alayhis salam po e tërheq mëshirën e Allahut të lartësuar përmes emrave të tij. Dhe po i thot: O Allah, nëse ti i fal, ti je i gjithfuqishëm, fal pasi që je i fortë. Jo që je i paaft. Asgjë nuk të bën ty paaft. Ti je i fortë, je i gjithfuqishëm dhe mëshira jote është me morësinë tënde. Fali, mëshiroj. Dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, që transmetohet në hadith, i ka lexuar këto dy ajete dhe ka qajtë. Duke i lexuar për një kohë të gjatë. Nëse ti i dënon, ata janë robërit e tu. A nëse ti i fal, ente azizul hakim. Mirë, nëse shikojmë përkundër lut pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, për ata idhujtarët e Mekës, të cilët e kanë debu nga vendlindja e tij, e kanë përzon, jo që e kanë ofendu, e kanë përzon, kanë vendosur çmim se kush e bën të gjallë apo të vdekur, i ka 100 deve. Ja kanë përzon shok, ja kanë hudhur mbi qafën e tij fisnike, ploncin e devës. E kanë lënduar me të gjitha format e mundshme që kanë mujt. Por nuk kanë pas ndaj metodë tjetër përveç se shejtani i ka mësuar dhe në shku e kanë lënduar. Pastaj, po ata banorë të Taifit i kanë vendosur fëmijët e tyre në hyjet e Taifit dhe e kanë përzon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke e shajti, duke e ofenduar dhe duke e gjujt me gur. Dhe ajo ka qenë dita më e vështirë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që e tregon Aisha radhiyallahu anha. Çfarë ka thënë pejgamberi pasi që kam rrinë në Mekë pe Taifit? O Allah fali. Kur i ka shku Xhibrili me melekun e kodrave. O Allah fali. Mëshiroj, udhëzoj, nga se shpresoj tek Allahu i lartësuar që do të dalin pe pas arzëve të tyre robër të cilët do ta adhurojnë Allahun e lartësuar dhe do ta njësojnë Allahun e lartësuar në adhurim. Ky është pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, nga mesi juaj ka ardhur. E njihni shumë mirë. Azizun alayhi ma anittum. I vjen rënd nga ajo çfarë ju i ka bëni. I vjen rënd nga ajo çfarë juve po ju godet. Bil mu'minina Raufur Rahim, ndaj besimtarve është i dhëmshëm, është i butë, është i mëshirshëm. Harisun aleikum, me këmbgul që ju të udhëzoj, këmbgul në lutje, këmbgul me të gjitha përpjekjet e mundshme që ju të udhëzoj. Dhe duke lutur Allahun e lartësuar me këto dy lutje të Ibrahimit dhe të Isës alayhis salam, fillon me hajt pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu i lartësuar e dërgon Xhibrilin. Ndërkohë që Allahu i lartësuar është më i dijshëm për gjendjen e pejgamberit dhe për gjendjen e të gjitha krijesave. Dhe i thot Xhibrilit, shka dhe pyet pejgamberin se çfarë ke. Dhe shkon Xhibrili alayhis salam te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i thot: O i dërguari i Allahut, çfarë ke? Çfarë po të mundon? Pse po kanë? Çish është përgjigjja? Ktu është dëmshërinë që e ka pejgamberi jon për neve. Ktu është mëshirën që e ka pas për umetin e tij. Thot: Ja Rabb, ummeti, ummeti. O Zot, umeti jam, umeti jam. A nuk e meriton ky Rasul, ky i dërguar i Zotit, i përzgjedhur i Allahut të lartësuar, që të mësojmë për jetën e tij, që të mësojmë për sunetin e tij, që ta mësojmë udhëzimin e tij, që ta praktikojmë në veten tonë dhe në familjen tonë, që ti edukojmë fëmijët tanë në bazë të mësimeve të tij. Nëse kaq shumë e ka mundu veten që vetëm e vetëm ne të udhëzohemi, që vetëm e vetëm ne të shpëtojmë nga zjarri i xhenemit, a nuk meriton që ne pak më shumë bëjmë përpjekje që të mësojmë për to? Duke qajt për neve, duke thënë në fund ummeti, ummeti. A ka mujt me thonë familja ime, familja ime. Ka mujt me thonë bijat e mia, bijat e mia. Fëmijët e mi, fëmijët e mi. Ka mujt me thonë shokët e mi, shokët e mi. Mirë, po të gjithë i ka anashkalu dhe ne ka përfshirë të gjithë dhe neve.
Nga se bil mu'minin raufur rahim. Allahu ai që e ka kriju e një mësë mirë dhe e ka përshkruar në formën që është më të përsosur. Ndaj besimtarëve është i dëmshëm, i butë dhe i mëshirshëm. Ky i dërguar, dëmshëria e tij është në kulmin e dëmshërisë për krijesat e Allahut të lartësuar. E në veçantë për besimtarët. Ka qenë në namaz, duke e zgjat namazin. Para se me hinë namaz, e ka bu njëtë që me hinë namaz, me zgjat namazin. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar që namazi më i mirë është ai që ka kunut të gjatë, që ka adhurim të gjatë në të, lexim të Kuranit apo sejdë të gjata. Dhe nëse ka ndodhur që me i dëgju të çajturit e ndonjë fëmije, e ka shkurtu namazin. Nga dëmshëria për atë fëmijë. Pra nëse ka qenë kaq i dëmshëm për një fëmijë, që është duke qajtë dhe ka thënë, mbase nëna ati është afër e nuk kum pas dëshirë që ta lë gjatë duke qajtë. Mirë po ta shkurtoi namazin, e ka falë me sure të shkurta, që vetëm nëna e asaj foshnjë, asaj fëmije, ta kap dhe ta afroj dhe t'i ndalet e qajtja. Kjo ishte mëshira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për umetin. Kjo ishte për një foshnjë, e çfarë ta merr mendja për umetin në tërësi, për udhëzimin e tij, që ai ka qenë më i dituri për Allahun e lartësuar. Ai ka qenë më i friksuar ndaj Allahut të lartësuar dhe ai ka qenë më adhuruesi, më i madh ndaj Allahut të lartësuar. Prandaj udhëzimi i tij është i plotë. Mjafton me një udhëzimin e tij që të shpëtojmë në këtë botë dhe në botën tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mujt më thonë në këtë lutje të cilën e tha, ka mujt më thonë bia ime Fatimia, të cilën e ka dashur më së shumti. Ka mujt më thonë Hasani dhe Huseini, nipat e tij. A e dini vëllezër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke marrë hutbe në ditën e xumë. Dhe kanë hyrë në xhami Hasani dhe Huseini, të cilët e kanë pas një rrobë të gjatë. Dhe kanë qenë shumë të vegjël, por rroba shumë e gjatë kanë zonë thunë ta dhe i rrëzu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dashurinë që e ka pas për nipat e tij, për dy fëmijët e Fatimës, ka zbrit nga minberi dhe i ka kap Hasanin dhe Huseinin dhe i ka marrë dhe ka vazhduar hutben. Dëmshëria e tij, dashamirësia e tij e ka arrit kulmin. Ky Rasul nuk ka thonë në lutjen e tij, s'ka thonë Hasani dhe Huseini, që ka mujt më thonë. Mirë po ka thonë ummeti jam. Apo ju duket të ngjajshme kjo lutje edhe diku tjetër. Në ditën e gjykimit, kur Allahu i lartësuar ja mundson që të ndërmjetësoj, dhe të gjithë njerëzimi shkojnë tek Ademi, tek Nuhi, te Musa, te Ibrahimi, te Musa, te Isa alayhis salam, dhe kur përfundojnë te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Thot ana laha, unë jam për ta. Dhe shkon tek Allahu i lartësuar, tek arshi i Allahut të lartësuar dhe vendos kokën e tij në sejdë. Dhe Allahu i lartësuar i mëson emra dhe lavdrime të cilat i mëson aty për atë dhe lut Allahun e lartësuar që të fillojë ndërmjetësimin. Dhe pejgamberi Allahu kur i thot ishfa tushfa, ndërmjetëso dhe do të pranohet ndërmjetësimi. Çfarë thot? A thot vetja ime. A thot shokët e mi. Ummeti jam. Pra na përmend neve, në këtë botë na ka përmend në lutje. Do të na përmend edhe në ditën e gjykimit. E lutim Allahun e madhruar, me emrin e tij të bukur, të lartësoj emrin e tij dhe të na mundsoj neve që ta pasojmë udhëzimin e tij. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah në falenderojmë, selavatet, përshëndetit, lutjet me të mira qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në shumë vende për dëmshërinë, për butësinë dhe për mëshirën e tij ndaj umetit, ndaj nesh. Dhe ne pretendojmë që jemi nga umeti i tij dhe lutim Allahun e lartësuar që pretendimi joni dhe kjo përkatësie jona të jetë e vërtetë dhe të mos ndryshojmë deri në vdekje dhe që Allahu i lartësuar të jetë i kënaqur me neve dhe të na ringjallë në umetin e pejgamberit dhe në safat e tij. Të gjithë neve, Allah i lartësuar nuk e kena zgjedhur që të jemi në umetin e tij, po Allah i lartësuar me butësinë dhe rahmetin e tij na ka kriju në këtë kohë që të jemi prej umetit të tij. Dhe kjo është begati të cilën duhet ta falenderojmë Allahun e lartësuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo pejgamber e ka nga një lutje që i pranohet. Çdo pejgamber e ka pasur nga një lutje që
pranune. Dhe të gjithë pejgamberët i kanë harxhu lutjet e tyre, ndërsa unë e kam depozitu, e kam ruajt në ditën e gjykimit ku do të kërkoj ndërmjetësimin për umetin tim sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur përmend Allahu i lartësuar, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ju ka ardhur një dërguar nga mesi juaj, kur kthehemi në fillim të shpalljes, kur pejgamberi shkon te Waraka ibn Nawfal, tek kursherini i Khadijës, i bashortës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i tregon se kështu më ka ardhur shpallja prej Xhibrilit. Çfarë i thot Waraka ibn Nawfal? I thot: "Ya laytani fiha jid'an idh yukhrijuka qaumuk." Asi kur t'isha i ri dhe i fort, atëherë kur kanë me të përzon populli yt, kur kanë me të debu populli yt. Është befasu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E wa mukhrijihum, a kanë me të përzon, a kanë me të debu për një ma? Pse është befasu? Është befasu nga se të afërmeve, më së pak ti njëri i pret dredhinat dhe kurthet. Më së pak ti i pret prej të afërmeve të tij që mos mi përkrah. Njerëzit në parim përkrahin më të madhe presin për familjarëve. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka prit përkrahjen për popullit të vet, nga se ata ka gëzu pozit dhe besnikëri dhe besueshmëri të madhe në popullin e vet. Është habit se qysh ka mundësi me debu ata. Thot Waraka ibn Nawfal, thot, kështu është ligji i Allahut, kështu është suneti i Allahut. Çdo pejgamber që i ka ardhur shpallja, së pari populli vet e ka vendosur në sprovë, dhe së pari populli vet e kanë maltretuar dhe e kanë lënduar. Ky është e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që është lut tek Allahu i lartësuar, duke thënë: "Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." O Allah, falë popullin tim nga sa ata nuk dinë. Falë popullin tim nga sa ata nuk dinë. E nëse e shohim vllazër, ku është raporti jon? Ku është sjellja jon? Ku janë qëndrimet tona? Ku janë dëmshëria dhe mëshira jon dhe ndjenësia jon për popullin ton? A sillemi ne me arrogancë ndaj atyre të cilët i quajmë ignorant dhe naiv dhe të pa udhëzuar, apo e ndjejmë një farë dëmshërie që edhe ata më udhëzu? Sikur ta ndjeshim për një ma që edhe ata më udhëzu, qysh pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar Allahu i lartësuar: "Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum", që i vjen rënd nëse i shet të pa udhëzuar. Dhe haris i bjen me këmbgul, me insistu, më koni kujdesshëm që edhe ata më udhëzu. Ndryshe kish me qenë sjellja jon, ndryshe kish me qenë qëndrimi jon në çështjet e thirrjes, në çështjen e marrjes pjesë në ders, në çështjen e marrjes pjesë në xhuma, e kështu me radhë në pjesë e fejes. Prandaj vllazër, nëse kjo është shëmbëltyra e jon, dhe kështu Allahu i lartësuar po përshkruan pejgamberin ton, ta shikojmë vetveten ton se si jemi ne në raport me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E vërtet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që pjesë e sunetit dhe gradë e imanit është me largu edhe një pengesë nga rruga. Mirë po edhe kjo pengesë nga rruga, me largimin e saj, duhet me dëburu nga dëmshëria. Qysh nga dëmshëria? Që mos kjo pengesë po i dëmton muslimanët, dhe robërit e Allahut të lartësuar dhe atij e largon këtë pengesë dhe shpreson shpërblim tek Allahu i lartësuar. Dhe shpreson shpërblim që është në transmetim që Allah më t'i fal gjunahet për largimin e kësaj pengese. Qoftë kjo edhe një simbolik. Mirë po, a mjafton kjo që ne t'i largojmë pengesat nga rruga e muslimanëve, ndërkohë i rëndojmë me fjalë, i rëndojmë me sjelljet tona, njerëz e safit ton, e lemo më larg. E lutim Allahun e lartësuar të na vetëdijsoj, të na bëjë të dashur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të na mundsoj ta njohim Resulullahin sallallahu alaihi wasallam dhe të dërgojmë selavate për të, nga sa Allahu i lartësuar ka urdhëruar të dërgohet selavate, i bën që ta lutim Allahun e lartësuar ta lavdroj dhe ta ngrit pozitën e tij në shoqërinë e lam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu wa sallimu alayhi taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.